Po, doja ta bënim edhe bashkë të ndarje për hir të sqarimit të situatës Ilir. Rusia vazhdon dhe ka përparim, nëse mund ta perifrazoj atë çka tha Misha, 500 metra, por sërish është ecje përpara dhe konsolidimi asaj çka ka arritur deri më tani në operacionin special apo në luftën frontale me Ukrainën. Varet se si e perifrazon, sepse për herë të parë para 2-3 ditësh Rusia ka kërkuar të importoj naftë të përpunuar dhe e ka marrë nga India. Pra, imagjinoni furnizuesi kryesor i botës, pra me burimet jashtëzakonshme natyrore, gaz naftë, del në treg për të marrë naftë të përpunuar. Pra, ky është një element. Elementi i dytë, shumë i rëndësishëm, është që Rusia mund të përparoj 500 metra, por cila është kostoja njerëzore. Presidenti Trump në samitin e NATO-s në Ankara tha atje vdesin diku të 30-35.000 njerëz në ditë, në javë, më falni. Pra, dhe një pjesë shumë e madhe e këtyre janë ushtarë rusë, të cilët fatkeqësisht sepse janë mosha të reja, merren, rekrutohen nga zona të largëta të thella të Rusisë dhe këto pa në një përgatitje serioze për luftë, çohen në frontin e luftës. Dhe sigurisht që atje ato vdesin. Dhe kjo pra është një kosto tjetër shtesë. Problem tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe që duhet thënë për telespektatorët është çështja e Krimes. Krimea çdo ditë më shumë po izolohet dhe në Krime ka mungesë energjie elektrike, mungesë nafte për automjetet dhe ka problematika edhe me furnizimin me ushqime, pra me nevojat e ditës. Dhe në qoftë se në 2014 Putin e cilësoi marrjen e Krimes si një nga fitoret e tij më të mëdha, pra ne sot ne shohim që Krimea po izolohet dita ditës, sepse sulmet ukrainase janë shumë herë më efektive se ç'ka qenë. Kjo është e vërtetë. Dhe patjetër që sulmet ukrainase janë efektive edhe në brendësinë e territorit rus. Pra kanë arritur deri të dëmtojnë rafinerinë e naftës në Shën Peterburg, pra llogaritni sa mijëra kilometra larg, ose atë të Omskit që është 2500 kilometra larg. Pra jemi në një situatë ku 500 metra në terren janë humbje përsëri. Dhe e gjithë kjo është duhet bëjmë edhe një llogari, se më pëlqen që ti bëj llogari me shifra. Sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për popullsinë, në 2021, janë shifrat e 2021-shit, Rusia kishte 144 milion banor. Sipas llogaritjeve përsëri të kësaj zyre, në qoftë se trendi vazhdon i tillë, pra po flasim për 2021-shin, Rusia në vitin 2100 do kishte 79 milion banor. Pra që kishte problematika demografike. Llogarisni që flitet sipas informacioneve që vijnë nga Instituti i Luftës në Londër apo burimet e tjera, në Rusi, pra pala ruse, po flasim vetëm për palën ruse, ka 2 milion të vdekur dhe të plagosur. Dhe gjitha janë moshë e re. Që dëmton zhvillimin demografik. Sigurisht, sepse ato janë e ardhmja për të krijuar familje dhe për të pas lindje. Pra, llogarisni se duhen bërë disa llogari edhe në afatgjat, Pra, nuk është në afatgjat shumë e madhe 2100, apo për jetën njerëzore është shumë. Pra, cila është e ardhmja e këtij vendit? Një tjetër pikë që është shumë e rëndësishme është ajo që rusët vetë kanë filluar, dhe besoj se kolegu nga Moska e dëgjon shpesh, rusët vetë kanë filluar të thonë që vasalizimi i Rusisë ndaj Kinës. Dhe nuk duhet harrojmë këtu që Kina asnjëherë nuk e ka pranuar memorandumin e vitit 1897 për lënien e Mançurisë Veriore. Pra Rusia ka një pjesë në pjesën lindore të saj, por që është Mançuria Veriore e Kinës. Pra asnjëherë Kina nuk e ka pranuar këtë. Pra
janë shumë gjëra, mungesa demografike. Pra, po të shkosh sa më në linjet Rusisë, shkosh, aq më pak njerëz takon. Pra, dëndësia e popullsisë është shumë herë më e vogël se sa po të shkosh në Moskë, Shën Peterburg e tjerë. Qartë. Pra, janë disa faktorë që duhen analizuar. Dhe ai 500 metrë që mu më duket që është përsëri humbje.